Ka ona e nonës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Saadin ka lidhje. Edhe bile në këtë kontekst pejgamberi alaihi salatu wasallam Saadin e ka dashur shumë dhe i ka thonë ndaja jet. E për me u krenu para sahabive, shpesh herë kur jënë konë me nëj mejlis, edhe ka hardë Saadi, ka thonën kështu, hadha khali. Kjo është daja im. Se në qëtë formë shprej. Kjo është daja im. Fali juri një mruun khalehu. A keni ju nëj kush kësi dajet që ka mune. Qaq e ka da shumë Saadin, radiallahu ta'ala anhu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë Aisha radiallahu ta'ala anha, një natë thotë erdhë në Medinë dhe ka qenë i lodhur. Ka qenë i lodhur prej udhëtimit. Edhe ka dashur me ra dhe me pushu. Afër Medinës, ka qenë kështu thotë, afër Medinës. Ka dashur me ra dhe me pushu. Çato momente thotë shkon të fol, edhe ka thonë sikur ti shkon dikush prej njerëzve që më kishë rujt sonde kisha flejt mirë. Thotë në ato momente veç kur e kem një zhurmën e kalit erdhë Saadi. Radiallahu ta'ala. Thot Aisha radiallahu ta'ala ka flejt mirë pejgamberi alayhi salatu wassalam atë natë hatta sami'tu ghatitahu deri sa kom një dhe kërhamen e tij alayhi salatu wassalam. Ka qenë prej të parëve të cilët kanë gjujt shtiz në rrugën e Allahu xhalla wa ala. Pejgamberi alayhi salatu wassalam një herë ka qit me një ekspedit këta, Saadi me disa musliman të tjerë, pa prit mas me kasit pa besimtarët ju kanë dalë në rrugë. Edhe Saadi radiallahu ta'ala anhu ka filluan me i gjujta me shigjetën e tij edhe i ka mbrojt gjithë ata musliman. Ky ka qenë shkaku për me i mbrojt krejt ata musliman, ka thonën kam qenë i pari që kam gjujt në rrugën e Allahu xhalla wa ala me shigjet. Rasti tjetër që e vërteton se Saadi ka qenë i pari që ka gjujt me shigjet është ngjarja kur kanë thonë, kur kanë shpif për Saadin, se s'po din edhe me u fal, Saadi i ka përmend disa epitetet veta qysh ka qenë fillim. Ka thonë, kam qenë prej të parëve të cilët e kam pranu islamin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka përmend pastaj kohën kur kanë jetu, kur i kanë bojkotu me kaset. Nuk kemi pas çka me hongër edhe çka me pi. Bile e përshkruan kështu, thot edhe buzët na janë qahë. S'kemi pas kur gjë me hongër. Edhe përmend thot nevoja fiziologjike jone i ka përngja nevojës kafshë. Që s'kemi pas çka. Pastaj thot, pas i pari kam qenë që kam gjujt me shigjet në rrugën e Allahu xhalla wa ala. Edhe i përmend disa ngjarje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj thot vin Banu Saad. Pastaj vin Banu Saad edhe më flasin, edhe më bojnë tuhmën fen time. Shifneni, Saadi radiallahu ta'ala anhu, edhe kjo ka qenë e njohur tek sahabite vjetër, se kur e kanë përdor fen kanë pas për qëllim namazin. Kur e kanë përdor fen, kanë pas për qëllim namazin. E për këtë arsye, çështja e namazit në fen nuk është e lehtë. Diskutimet, a konsiderohet musliman, as konsiderohet musliman, ato i mbesin diskutimet fetut. Ama çështja e namazit nuk është e lehtë. Thotë vinë sot ta njerëz me krejt këtë gjihad e këtë mundi që kanë pas me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shpifën thot në fen time, gjëgjësisht në namazin tim.